Ne do të lidhemi tani me mikun e programit të mëngjesit, njëherë është ekspert i komunikacionit Nol Dedaj. Mirëmëngjes Nol. Mirëmëngjes, Sigurgjë. Faleminderit që jeni në këtë mëngjes së bashku me ne dhe me shikuesit tonë. Kemi raportuar vazhdimisht gjatë ditëve të fundit për aksidente të shumta fatkeqësisht me fatalitet. Çfarë është duke ndodhur Noli sipas jush? Po i përfatim të tjetër të gjana të në përsëritën vetë pas viti, përkesh ndodhen për shkak se në Kosovë nuk I kemi të kriju me organet të force, sa I përket edhe komentimit të rasteve ose komentimit të elementet faktorëve të cilët ndikojnë drejt për drejtë në aksidente, si dhe nuk I kemi edhe institucionet të force për marrjen e masave preventive. Kush është fajtori, Noli? Kush është fajtori në këtë mes? Sepse shumë prej aksidenteve që I kemi pa kanë ndodhur edhe para syve të policisë së Kosovës. Pra, duke u bërë gara para syve të policisë së Kosovës, humbi jetën një 27 vjeçar në Pestov të Vushtrisë. Po. Ajo që nuk të gjithë më thonë se institucionet komplet shtetërore nuk janë të organizuar se nuk I kanë qasjen e mirë se I përket edhe sigurisë komunikacionit rrugor. Mas pari na nuk kemi strategji për zvogëlimin e aksidenteve të komunikacionit dhe elementeve të tyre. Ekziston një strategji e tillë që mund të zvogëlohen duke e implementuar atë aksidentet në Kosovë? Strategjia është elementi kryesor se I përket zvogëlimit e numrit të aksidenteve, për shkak se aty përfshihen pastaj Ministria e Punëve të Mëshme, Infrastrukturës, Ministria e Arsimit dhe gjitha institucionet tjera që kanë të bëjnë me sigurinë rrugore. Pra kjo strategjia pastaj udhëheqet edhe për njerëz eminent, profesional dhe shkencor. Edhe kjo neve na jep mësej, na kishton mësej edhe ymytin që na në të ardhmen do ta kemi një siguri shumë më të madhe krahasim me ata që sot e kemi. Pra, në rast se na krijojmë një strategji, ku katër strategji do të futen hulumtimet e rasteve të tilla, ose rastet të aksidenteve të komunikacionit të hulumtohen edhe faktorët të cilët ndikojnë, më pas edhe të merren masat preventive. Pra, na nuk kemi institucione përkatëse. Po Noli, ta zëm në Prizren një prej rasteve që ndodhi javën e kaluar, ndodhi pikërisht në një prej rrugëve shumë të frekuentuara, ku një vetur ishte me shpejtësi shumë të madhe dhe mori jetën e një këmbësori. Po pikërisht është që ajo që unë thash se një drejtues të automjetit duhet patjetër, në qoftë se evidentohet edhe I bëhet databaza drejtuesit të automjetit, atë duhet më futet në kontroll. Do të duhet të marrët çak patent shoferi edhe nuk I leje deri në arrestimin e tina edhe vendosjen e masave për një drejtues të tillë të automjeteve. Na kemi shumë gjatë ditës së djeshme patëm një aksion të fundit për patent shofer që u arrestuan 4 persona. A lidhet ose a jem të apo sherrin qëti Sinxhirit tashti me shoferët e rinj në komunikacion edhe a lidhet kjo që ka pasur egzaminerë ose instruktorë ose diçka të tillë të cilët janë duke u arrestuar në vazhdimsi, të cilët kanë lëshuar që të mirën patent shoferat në mënyrë shumë më të lehtë, pa I kryer të gjitha rregullat dhe sot na jem të I marr pasojat. Po sigurisht është njëna edhe prej elementeve të tillë, të cilët duhet patjetër të harmonizojmë edhe elementet e sigurisë, edhe të patent shoferi, po shpresojmë se institucionet përkatëse do të merren edhe me atë problematikë jashtëzakonisht madhe, po e mirës është që nëse ka filluar edhe rastet e tilla të identifikohen dhe të marrën masat policive prej organeve përkatëse për arrestimin e tyre edhe dënimin në bazë të dënimit të merituar. Por ajo që duam të thonë është që trajtimi I aksidenteve dhe sigurisë në komunikacion është shumë më kompleks krahasim me ata të drejtuesit të automjeteve. Drejtuesi I automjeteve tona e merr patent shoferin edhe del më një herë I lirë për me drejtu automjetin, derisa na e dim se infrastruktura ligjore paraqet edhe shoferin e ri, I cili duhet me pas disa kufizime, po megjithatë, edhe ai duhet më ndryshu, për shkak se na nuk kemi ligj sigurisë, duhet më ndryshu edhe duhet më kriju ligji I sigurisë, ku duhet të përkufizohen
edhe elementet të drejtuesve të automjetit të ri, dhe më pas pragu i fundit, se do t'jetë poligoni sigurisë, se na nuk e kemë, mënyrë që ai të jetë i përgatitur për me dalë me drejtu automjetin. Po pse qytetarët nuk kanë besim një farë mënyrë dhe nuk i friksohen as ligjit, as institucioneve dhe as policisë, drisa shohim një numër kaq të madh të aksidenteve dhe një farë ndjenje që po dalin dhe janë mbretër të rrugëve. Pse ekziston një qasje e tillë, pa marrë parasysh, a janë të rinë në moshë, a janë të rinë në këtë fushë, pra, sa i përket ngasjes së automobilave? Në qoftë se na flasim në numrin më të madh vdekjeve, kemi prej moshës 18 deri në moshën 29 vjeçare. Kjo fatkeqësia dhe jona. Edhe tash na në qoftë shohim ta njerëz të adoleshencës, se po vërtet të adoleshencës që janë të humb jetën. Edhe pikërisht janë ai që e ka është i jetën e përditshme, është moshën e adoleshencës, ajo është edhe gjatë drejtimit të automjetit i njëjtit veprimi i bën. Noli, veç mos harrojmë që ne, po këta persona jem, atë që shpesh na bjen me shku me vizitu vendet ndryshme në Evropë, edhe familjarët kur vinë në Kosovë, kur dalin komunikacion atje, është ndryshe, më fal, këtu nuk bën kështu. Kur vjen në Kosovë është një katrahur që kush don bën çka don në komunikacion. A ka këtu dorë dhe besimi që kanë ata në institucione? Jo, është problemi se derisa drejtuesi i automjetit nuk e heton ligjin, shpirtin e vet, trupin e vet, ai kur s'ka marrë ato. Dhe pikërisht janë shimet edhe infrastruktura ligjore që duhet më ndryshu për këta njerëz. Njerëzve në Kosovë, nëse e kanë të përkufizuar që për 2 vjet më marr 9 pikë me marr patent shoferin, të na raste të tilla, unë nuk kam dëgjuar se ja kanë marrë komplet edhe kanë dërguar njerin në patent shofer. Nëse na rikthehemi edhe zbatojmë ligjin e mirë fillt, atëherë sigurisht se kena me pas edhe edhe atëfar kompetencën të cilën do ta shihim edhe na si qytetar që si do të veprohet me drejtimin e automjetit. Në qoftë se na i analizojmë këto aksidente të cilët më i përmendim sot, dhe nxjerrim në qoftë se shpejtësia është në pyetje, atëherë marrim mos avondajt aty në personave të cilët kanë ndodhur ajo punë. Do thotë ne kemi 5 faktorë, nuk e kemi vetëm një faktor. Edhe duhet ti klasifikojmë, ti identifikojmë. Duhet me marrë një database, se në qoftë na shohim gjitha struktura tjera e kanë databazat të cilat e marrin edhe derisa në komunikacion rrugor, na nuk kemi gjendje që me marrë databazën e drejtuesve të automjeteve të cilët e eliminohet edhe pikat e ndëshkimit. Noli, tash nga 15 marsi obligohemi me ndru gomat me i marrë ato të verës. A ka inspektim të këtyre rrotave të verës, njëjtë sikur në sezonin e dimrit? Edhe a luajnë rol diçka në asfaltim, në asfalt gjatë vozitjes rrotat e verës tash ose të dimrit nëse i vendosëm tash? Luajnë rol edhe në ambient? Jo, nuk e ka. Do t'i tregoj se rrotat e dimrit unë nuk e preferoj për veti, për me ndru për shkak të kushteve atmosferike që mund me ndodh edhe në muajin e 3 edhe në muajin e 4, derisa në qoftë se na i ndrrojmë ato vetëm i ngrojmë për shkak të rrugës ambientit, një edhe dyta është edhe për shkak të rrugës të gomave dimrit që me pas një siguri më të madhe atëherë kur ndryshojnë kushtet e rrugës. Se jo se mundet me pas një siguri shumë më të madhe. Pikërisht është ajo edhe intervalet kohore kur na do të mi përdor, kemi obligim i përdor gjatë dimrit, derisa gjatë verës atëherë nuk shihen ato nga ana policisë për shkak se siguria atëherë është njësoj sikur të gomat e dimrit edhe sikur të gomat e verës. Do të thotë në qoftë se ne kemi gomat e dimrit të kemi të përshtatshme edhe për çështjet kur rruga është e lagtë edhe kur është rruga e tjerë. Shpresojmë Noli që kur shnisësh në Shqipëri të paktën për pushime verore i ndron gomat. Special. Në zakonisht i përdori gomat që janë verdi. Edhe për verë edhe për dimën, po i kam radiale. Ajo që është zakonisht e mirë, edhe duhet me bë klasifikimin radiale dhe diagonale për më mujtë me pas një siguri pak më të madhe. Faleminderit shumë, Noli.
Faleminderit për gjitha këto këshilla që i dhatë edhe për qytetarët e Kosovës edhe për institucionet, sepse e di që je shpesh kritik për mënyrën se si është duke u menaxhuar gjithë trafiku në vendin tonë. Faleminderit shumë Enis, takohemi diku rreth orës 9 edhe një herë me informacionet e fundit, ndërkaq miq dashur, në vazhdim ju pret parashikim